Në kuadër të programeve të Shkodra Jazz Festival, klasat e violinës dhe fizarmonikës zhvilluan koncertin e përbashkët në Muzeun Historik pas 2 javësh përgatitjesh intensive me pjesëmarrësit. Të parë që u ngjitën në skenë ishin fëmijët, të cilët performuan në drejtimin e Brigjit dhe Martinit, duke hapur mbrëmjen muzikore. Më në radhë parë, performansi i skenës është me kombinu, më mirë me thanë, me drejtu emocionet, me kuptu momentin e hyrjes, momentin e daljes, qetësia, kuptimi midis 2 artistave, sepse këtu kishte duete, këtu kishte kuartete, këtu kishte kuintete, këtu kishte edhe orkestër harqësh, ishin 10 elementa. Dhe të gjithë këto 10 elementa, gjithë secili ka pas një partitur të ndryshme nga njëri tjetri. Më pas ishte ralla e klasës klasike të violinës në drejtimin e Paçarim Pavacit. Përmes interpretimit në violin, pjesëmarrësi sollën për publikun disa prej veprave të njohura të repertorit muzikor. Jena midis artit, kulturës edhe traditës tonë. Nuk ka gjë më të bukur. Publiku shkodran është i mrekullueshëm. Vjen ka ardhur veç që nuk e shifsha fytyra, se kam nevojë komunikimin direkt me publikun. Koncerti u përmbyll nga klasa fizarmonikës në drejtimin e Bardhi Jakovës, e cila prezantoi punën e realizuar gjatë ditëve të përgatitjeve. 10 shtete nafin partiturat njëri tjetrit. Shkëmbejnë mënyrat e tramonit të instrumentit të viteve 500, 600, 700, 800, 900 kontemporane, plus muzikën world music edhe Balkan music. Aktivitetet e Shkodra Jazz Festival do të vijojnë përgjatë gjithë javës me koncerte dhe interpretime muzikore në hapësira të ndryshme të qytetit, duke sjellë për publikun artistë dhe instrumentistë të ndryshëm.